Sot, në qytetin e Ternit, është mbajtur funerali i Ilaria Sulës, studente shqiptare që u vra në mënyrë makabre nga ishi dashuri i saj Filipinas, Mark Antoni Samson. Trupi 22 vjeçares është shoqëruar nga qindra qytetar, miq, familjar dhe përfaqësues të shoqatave të dhunës ndaj grave. Gjatë ceremonisë, nëna Ilarias, Gëzime Sula, e shkatëruar nga dhimbja ka shpërthyer në lot duke thirrur emrin e së bijes, një skenë e cila preku të gjithë ata që ishin të pranishëm. Edhe pse shoqërohej nga bashkëshorti i saj Flamuri dhe djali Leoni, nëna 22 vjeçares nuk ka mundur ta përballojë këtë humbje dhe një karige me rrota është përdorur për shoqërimin e saj. Lutem Zotin që të gjeta. Lutem Zotin që të gjeta. O Ilaria. Tabela dhe pankarta rrethojnë shtëpinë në Viale dello Stadio në Terni, ku jeton familja Ilaria Sula, studentja që u zhduk më 25 mars nga shtëpia e saj në Rom dhe u gjetë pa jetë në fund të një shkëmbi të mbyllur në një valize.